Atëherë, dashur kolegë, deputet, media, monitorues të këtij procesi të komisionit ad hoc për përzgjedhjen e anëtarëve të bordit të KPM-s, të anëtarëve të bordit, komisionit të KPM-s. Kjo mbledhje është thirrë për të trajtuar listat e atyre të cilët kanë konkuruar në këtë konkurs, por që për shkak të mungesës së quorumit dhe mungesës së përfaqësuesve të partive tjera politike, kjo mbledhje nuk mund të vazhdojë për shkak se nevojitën së paku 6 për të proceduar tutje. Le të, si më thënë, theksohet që lëvizja vetëvendosje dhe anëtarët e saj të komisionit të gjithë kanë marrë pjesë, mungojnë anëtarët e partive opozitare, të cilat kanë refuzuar si duket të jenë pjesë e kësaj mbledhje. Kështu që për mbledhjen tjetër, në qoftë se nuk keni diçka për të shtuar, ju njoftojmë përsëri sa më parë që është e mundur, masi të kemi marrë edhe në konsiderat besoj arsyet pse kanë munguar të njëjtit. Ju faleminderit shumë, shifemi mbledhjen tjetër. Nesër e kena shumë vështirë, po mas nesër. Nesër jemi